Kjo grua hëngri vezë për 1 muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Ngrënia e një veze në ditë mund t'ju ndihmojë edhe kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Sipas një studimi të publikuar në revistën Heart, të cilës që referohemi, njerëzit të cilët konsumojnë në një vezë në ditë janë 18% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës, sidomos edhe nga komplikacionet kardiovaskulare. I njëjti studim thotë se njerëzit që hanë në një vezë në ditë janë 28% më pak të rrezikuar nga ishemia ose hemoragjia cerebrale. Në studim u analizuan të dhënat e plot 400.000 të rriturve. Ato ishin të moshave nga 30 deri në 79 vjeç. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas studimeve të cilave bazohemi, analizat e regjimeve ushqimore të pjesëmarrësve u matën dhe sasia e vezëve që konsumonin çdo ditë. Njerëzit që kishin një konsum mesatar të vezëve një herë në ditë kishin më pak gjasa të prekeshin nga sëmundjet kardiovaskulare. Këtu përfshihet ataku në zemër, ishemia, hemoragjia cerebrale dhe sëmundje të tjera të njëjtit grup. Por cilat janë vlerat e vezës në organizëm dhe kush duhet i konsumojë ato në mënyrë të rregullt? Vezët ofrojnë gjithashtu nivele shumë të mira të kolinës. Shkencëtarët kanë provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është minerali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani vezë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë gjithashtu në rënjen e problemeve të kujtesës. Vezët janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për sy të mprehtë. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tyre, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D që gjendet te veza dhe kalciumi janë shumë të rëndësishme për organizmin dhe për mbrojtjen e vlerave të tij. Sipas të dhënave, vezët janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën D, e cila ndihmon organizmin të përthithë më shumë kalcium dhe të forcojë kockat dhe dhëmbët. Vezët do të ofrojnë gjithashtu nivele shumë të mira të vitaminës B. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë gjithashtu në forcimin e flokut dhe gjithashtu forcimin e lëkurës suaj. Elementët që përmbajnë vezët e pulave promovojnë eliminimin e toksinave nga organizmi dhe përmirësojnë gjithashtu edhe punën e shëndetshme të mëlçisë. Vezët janë një zgjidhje produktive edhe për personat të cilët duan të bien nga kilogramët e tepërt. Shkencëtarët dolën në përfundimin se kombinimi i një diete me pak kalori me vezët në mëngjes do ju bëjë që të humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes si tillë do ju mbajë të ngopur për një kohë më të gjatë, duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara brenda një dite. Konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të kthehet në një element ushqyes mjaft të rëndësishëm për rigjenerimin e shëndetit. Vezët mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Sipas informacioneve të Healthline, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të rëndësishme të organizmit. Vezët do të ofrojnë gjithashtu edhe proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezës. Vezët janë të pasura gjithashtu me vlera të larta ushqyese. Vezët ofrojnë proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme, duke përfshirë këtu seleniumin, fosforin, vitaminën B12, antioksidantët, të cilat i mbajnë qelizat tuaja edhe më të shëndetshme. Vezët do të ulin nivelin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet jetë i ulët për një shëndet edhe më të fortë dhe një organizëm më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega-3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët do të ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë rrezikun e ishemisë.
Sipas një studimi të cilit t'i referohemi, sipas Hart, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë rreth 30% më pak të rrezikuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme edhe nga komplikacionet e ishemisë. Vezët janë një zgjidhje fantastike për të shtuar në dietën tuaj për një shëndet më të mirë të zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë regjimeve ushqimore ku përfshihen edhe vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin më gjatë. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezëve mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët që gjenden te veza janë burimi i mirë i elementëve ushqyes në përthithjen e yndyrnave. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës mund të shkaktojë përkeqësimin e kujtesës juaj. Ndaj përfshirja e vezëve në dietën tuaj në formën e tyre të plotë dhe në formën e zjerë mund t'japë rezultate fantastike në shëndetin e përgjithshëm. Veza është ndër ushqimet kryesore në shëndetin e dietës suaj e pasur me proteina. Gjithashtu, pas një studimi të publikuar në vitet 1978, ju duhet të konsumoni vezën si një zgjidhje ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Sipas Healthline, mesatarisht amerikanët hanë rreth 289 vezë në vit, ose mbi 5 kokra në javë. Kjo vjen ndërsa udhëzimet e reja dietike heqin kufizimin ndaj kolesterolit dhe reflektojnë pikpamjen e shumë dietologëve për përmbajtjen ushqimore të lirë që një vezë mund të ofrojë për shëndetin. Ushqyesit thonë se vezët mund të ofrojnë një zgjidhje shumë më të mirë lehtësuese. Vezët janë të sigurta për aq kohë sa nuk konsumohen në numër të lartë, citon Petal Healthline. Volumtimi i fundit tregoi se përfshirja e vezëve në dietën tuaj mund të ofrojë një zgjidhje shumë më të mirë lehtësuese për shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut. Vezët përmbajnë gjithashtu 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet e bardha e vezës. Vezët janë shumë të shëndetshme dhe të pasura me vlera të larta ushqyese. Një vezë vetme do të ofrojë proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të domosdoshme, ku përfshihet këtu edhe seleniumi, fosfori, vitamina B12, antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat tuaja më të shëndetshme dhe mbajnë larg gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve. Shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të ndihmojë në uljen e niveleve të triglicerideve. Nivelet e triglicerideve duhet jenë të ulta për një shëndet më të mirë. Veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3 duhet të kenë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët janë një zgjidhje praktike edhe në betejën kundër ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë mund të ulë riskun e problemeve të ishemisë me të paktën 30%. Nëse doni të ndjeheni të ngopur për një sasi më të madhe ditore, atëherë shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e organizmit. Nëse doni që të mos konsumoni kalori të tepërta, konsumoni vezët e zjera në mëngjes. Ato, falë proteinës dhe elementëve ushqyes që përmbajnë, do ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë dhe do parandalojnë ngrënien e ushqimeve jo të shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.